Përshëndetje, në këtë video të mësojmë për tekstin. I kemi dy mënyra se si vendosim tekst. Nëse klikoj këtu të A, apo duke shtypur shkurtesën F8 tastier, klikomi këtu edhe fillomi me shkru. Për shembull këtë rast titulli. Opsioni i dytë prap klikoj këtu, edhe vetëm e mbaj shtypur, edhe zgjedhja hapësirën ku po du me shkru. Këtë rast kjo është hapësira. Kur kemi raste, kur bëjmë ndonjë projekt për demo, kur nuk e kemi tekstin konkret, atëherë e përdorim tekstin nga kjo vetfaqe. Shikoni. Kjo është një vetfaqe që e ka dhe gjuhën shqipe. Edhe zakonisht ky teksti përdoret për çdo projekt kur mungon teksti konkret. Për shembull, kemi raste kemi bënë një dizajn, klienti nuk na ka dërguar tekstin, edhe na për me bëu dizajnin do të më mush me tekst. E atëherë nuk shkome me marr tekstin çfarë do tekstin nga ndonjë portal tjetër, po e marr me tekstin nga kjo vetfaqe. Këtë rast unë selektoj këtë, klikoj copy CTRL-C, edhe po shkoj këtu, CTRL-A po selektoj, pastaj po shkoj CTRL-V për të avancoj tekstin. Shikoni. Rasti i parë si kë përdoret kur është ndonjë titull apo kur është ndonjë tekst i shkurt, do të thonë eventualisht një apo dy rreshta. Ndërsa kjo, opsioni i dytë me text box, kjo përdoret kur ka tekst më gjatë, këtë rast paragrafe sikur kjo. Por kur ngjyra e këtij kufizimit është me të kuqe, edhe na shfaqet kjo shigjeta vogël, tregon se nuk është i shfaqur këtë teksti, e kemi një pjesë të tekstit të fshehur. Kështu që nëse shkomi kështu, e vremi që do të thonë derisa shfaqet këtë teksti. Edhe ngjyra e kufizimit tash ndryshon. Nëse kthehemi kështu, prap e vremi që kjo është e fshehur një pjesë e tekstit. Nëse klikoj këtu, shikoni kursori ndryshon shenjën, edhe nëse krijoj kështu e mbaj shtypur, shikoni, tash shfaqet kjo pjesa tjetër me kufizim, me vija ndërpreme, që prej kësajna shako tekst shtesë me vazhdu të paragrafi tjetër. Do me thonë këtu dyja tash të lidhura njëra me tjetër. Kështu që nëse shtoj tekst, shikone se si shkon këtu. Apo nëse shkurtoj tekstin, shikone kjo kështu. Nëse fshi këtë, prap kjo mbetet.